Fitoja e titullit kampion për ekipin e flamurtarit në basketbol për femra natyrisht që ka sjellë edhe emocionin në pallatin e sportit flamurtarit të qytetit të Vlorës. Presidenti i Federatës Shqiptare të Basketbollit Avni Ponari ka theksuar se ka fituar ekipi më i mirë që ishte flamurtari, ndërsa ka vlerësuar këtë sezon në basketbollin e femrave. Në play-offin e këtij viti aktiviteti ishte mjaft i rëndësishëm, gara ishte mjaft e bukur. Ajo që u arrit është që flamurtari vërtet të meritoi, pasi fitoi 3-0 ndaj Tiranës, duke merituar përfundimisht kupën e këtij kampionati dhe ndoshta e 20 të radhazi, kështu që tashmë sportdarësit e Vlorës janë mësuar me fitore dhe nuk mund ta pranojnë më humbjen. Uroj edhe ekipin e Tiranës që bëri një lojë mjaft mirë, por nuk arriti atje ku duhej. Tek vlonjatet ka emocion të përcjella më pas edhe nga shefi i klubit shumë sportës Elona Asanaj, trajneri Agim Dalipi, por natyrisht edhe kapitene Tea Memushi. Jam shumë e lumtur, jam shumë e lumtur. Një super kup, një super ligë unike dhe një super kampionat, një super ndeshje. Ishte ndeshja më e mirë që kemi bërë në gjithë kampionatin. Kjo ndeshje ishte një falënderim për bashkinë, për kryetarin në veçanti, për Risatelin, për gjithë sportdarësit vlonjat. Dhe një duartrokitje dhe një falënderim i jashtëzakonshëm shkon për vajzat e ekipit të flamurtarit që kanë qenë heroina në të gjithë të kampionat. Ishte një ndeshje që e kontrolluan dhe fal vajzave që sakrifikuan dhe në mënyrë të veçantë Xozi edhe vajzat e tjera që kanë bërë një kampionat të shkëlqyer. Ky është trofeu që ne synonim që në nisje të sezonit të shtator. Mendoj që kënaqësi që të jetë fitoria e kampionatit kombëtar është më e larta që mund të arrish, pavarësisht se ne vinim me një fitore, me një ligë Shqipëri-Kosovë të fituar, por kjo është ajo që ne synonim dhe besoj seriozitetit punës, miqësisë në fakt. Sepse dua që t'i falenderoj, ky ekip ka qenë një ekip i veçantë, të paktën në këndvështrimin tim, për punën edhe për përkushtimin dhe dëshirën që kanë treguar në fushë, miqësinë që tregojnë jashtë fushë. Mendoj që të gjitha këto bashkë u treguan në fushë me një seri 3-0 për të dalë kampion. Vlerësime kanë ardhur edhe nga kryetari i Bashkisë së Vlorës Ermal Dredha, por njëkohësisht edhe nga drejtori i klubit shumë sportësh, aktualisht kandidati i Partisë Socialiste Klevis Kaso, që kanë vlerësuar flamurtarin për këtë performancë të shkëlqyer. Përfitoj nga rasti të uroj ekipit flamurtarit që ka bërë performancë shkëlqyer të kampionat. Sot përfundimisht grë kupën, është kampione për vitin 2024-2025 dhe më vjen mirë që na kanë dhuruar kaq shumë emocion. Pak ditë më parë me përmenda kanë fituar edhe ligën unike, pra 2 kupa brenda gati një muaji. Imagjinoni çfarë pune kolosale është bërë, qoftë nga Elona, qoftë nga trajneri, qoftë nga vajzat. Të gjitha talentuara na bëjnë të jemi krenar. Flamurtari si vjet e nisi me këmbën e mbar, fitoi Superkupën dhe nuk la asnjë trofe pa fituar. Është fal punës së palodhur të trajnerit, po edhe të klubit shumë sportësh flamurtari që është i angazhuar që lokomotivën e sportit vlonjat ta mbajë gjithmonë në majat e sportit të këtij qyteti. Falenderoj vajzat, falenderoj publikun e mrekullueshëm, edhe kam një falënderim të veçantë për Ida Myrton që është një nga vajzat që ka kontribuar pa u lodhur në 20 e ca vjet karrierë për këtë ekip. Mbyllet kështu ky sezon në basketbol për femra që kurorëzon flamurtarin si kampion të vendit për herë të 26 në histori.